Ata janë një grup të rinj që kanë vendosur të minimizojnë efektet ndotëse të një prej vatrave më problematike të kryeqytetit, Sharra, landfilli që përveç se një vend depozitimi, është kthyer sot ndër burimet kryesore të ndotjes në Tiranë. Një grup studentësh i është bashkuar nismës vullnetare mbill pemën tënde, duke menduar se Sharra është zona që ka nevojë më shumë se çdo kund tjetër të gjelbërohet. Hetuam disi në qytet dhe ku ishte nevojshme që të mund të mbilleshin këto pemë. Landfilli Sharrës, ne të gjithë nxjerrim mbeturinat në mëngjesin e shtëpitë tona, grumbullohen në një vend dhe aty, duke qenë se grumbullohen në këtë vend, ka nevojë për një kuror të gjelbër, e cila do mund deri diku të japi pak më frymarrje atij landfilli. Në landfillin e Sharrës depozitohen çdo ditë rreth 1000 tonë mbetje, dhe problemi më i madh që e bën këtë një zonë të mbindotur ka të bëjë me keq menaxhimin e tyre. Rreth një vit më parë vullnetarisht këtu u mbollën 300 fidan, të gjithë tashmë të lulëzuar. Dhe jo rastësisht për zgjedhja e të rinjve ishte akacia. Akacia është një ndër bimët më të lira. E para është një bim që nuk kërkon përkujdesje të madhe nga dora e njeriut, le të themi. Është një bim që ka një potencial shumë të madh për të zënë. Është një bim që mbi të gjitha forcon dhe ndihmon tokën, lidh tokën me sistemin e saj rënjor. Landfilli i Sharrës është në përfundim të ciklit grumbullues dhe këta të rinj po idojnë transformimin e vend depozitimit të mbetjeve. Ne nuk po themi që do zhdukim ndotjen e landfillit të Sharrës, ne nuk po themi që do e pastrojmë, por të paktën po bëjmë një përpjekje minimale për të mos treguar indiferencë ndaj atij vendi që vetëm është më i ndoturi në Tiranë, por është më i ndoturi në të gjithë Shqipërinë. Ideja e përbashkët, po dhe imja personale është që të punojnë atë landfill Sharrë kur të bëhet pyll më vonë. Jo më kot kam veshur dhe ngjyrën portokalli, është ngjyra e punëtorëve të qytetit. 1000 akacjet e mbjella së fundmi në Sharrë synojnë që vendin e përdorur si grumbullim mbeturinash, qysh para viteve 90, ta kthejnë në një hapësirë të gjelbëruar.